Ky libër quhet The Albanian Files. Është një ndër botimet më të rëndësishme që kanë dalë në vitet e fundit në dritën e skenës së arkitekturës dhe zhvillimit urban në Europë dhe në botë. Tani nuk dua të flas për librin, po dua të flas për një inkuizicion që ka nisur lidhur me librin. Një inkuizicion që buron nga fryma e bulevardit, ku protesta e filluar për natyrën ka krijuar shumë degë të tjera dhe një nga degët është pikërisht dega inkuizicionale, e cila përndjek, në thonjse natyrisht, por jo sepse nuk përndjek, po sepse përndjek në kuptimin me fjalë, me akuza, me shpifje. Një nga gjërat dhe një nga grupet më të rëndësishme që i ka ndodhur dhe që janë qasur Shqipërisë së këtyre 30 vite, po dhe historisë së Shqipërisë. Njerëz të cilët thash e kanë bërë emrin dhe historinë e tyre në skenën e arkitekturës botërore dhe që janë mbledhur pavarësisht nga njëri tjetri në Shqipëri, siç u mblodhën dikur në New York në vitet 30, duke dhënë kontribute të cilat ndër të tjera do të bëjnë që ky vend dhe vajzat e djemt e këtij vendi, arkitekte, urbaniste, nesër të nxjerrin nga gjiri i tyre ndonjë emër apo më shumë se një emër, shqiptari apo shqiptare që do të shkëlqejnë në skenën e botës, sepse në ndërkohë këtu në Shqipëri, në kryeqytet dhe jo vetëm, ne kemi universitetin më të madh dhe më prestigjos në qell të hapur të arkitekturës dhe zhvillimit urban, ku të gjithë profesionistët e rinj shqiptar janë të atashuar pranë këtyre studiove dhe punojnë së bashku dhe mësojnë prej tyre dhe zhvillojnë talentin, dijen, rrisin pa diskutim ekspertizën e tyre fal këtij bashkëpunimi. Tani The Albanian Files është vendosur në shënjesër nga inkuzicioni, se s'mund ta quaj dot intelektual, se nuk është intelektual, por nga inkuzicioni revolucionar i protestës, ndërkohë që nuk është libri im dhe nuk është një botim i kontrolluar prej meje. Unë thjesht kam dhënë aty një kontribut me një tekst parathënës. Një tekst parathënës që është patjetër krenari që unë si kryeminist i Shqipërisë të isha i ftuar ta shkruaja dhe që së bashku me gjithë këtë armat arkitektësh dhe profesionistësh të jashtëzakonshëm, të cilët janë pedagogë në universitetet më të mira të botës, ndër të tjera, të cilët thirren për të bërë konferenca mbi arkitekturën për të rejat, për të rinj, për të interesuarit dhe paguhen saqimet e kokës në vende të tjera, dhe ka ardhur si një projekt editorial tërësisht i pavarur, është konceptuar, është kuruar nga Aneke Abeglak dhe siç thash janë kontribute të studiove që punojnë në Shqipëri 2 dekadët e fundit. 2 dekadë. Është diçka fenomenale. Patjetër që ka gjëra të diskutueshme, patjetër që ka gjëra të debatueshme, të kritikueshme, çfarë të doni, por që ti qepesh një botim të tillë, njësoj si të ishte koha e revolucionit kulturor kines, dhe mbi të gjitha pastaj të kapesh me një tekst i cili është një tekst auto-ironik i një arkitekti që përfaqëson njërin prej studiove më të mëdha
në historinë e arkitekturës bashkëore studion OMA të themeluar edhe të udhëhequr nga legjendari Rem Koolhaas, ky është kulmi. Ky është kulmi. E para që ky tekst i vën aty, i cili në mënyrë autor-ironike është një letër drejtuar meje, e cila natyrisht është një letër që mua s'më ka ardhur, se s'kishte as se pse të më vinte, është shënim në dosjen e arkitektit, ku më thot pse duhet bëhem dhe zgjedhje, ti mund bëhesh mbret dhe të bësh atë që bënin mbretërit për arkitekturën e tjerë, çështje dilemash edhe problematika që s'kan lidhje fare me ndonjë thirrje reale për të bërë mbret. Është kthyer kokë poshtë. Por tregon që në fakt libri është tërësisht i lirë, i pa kontrolluar, të gjithë autorët, pra të gjithë pjesëmarrësit kanë pasur pavarësi plot në dosjen e tyre, kanë zgjedhur vetë projektet, kanë bërë vetë tekstet, kanë caktuar reflektimet dhe materialet që kanë dashur të publikojnë, dhe është një parim që shprehet qartë që në hyrje të librit, ku editoria e thotë se autonomia e autorëve është ruajtur qëllimisht gjatë gjithë procesit editorial. Dhe përfshirja e letrës hapur të René de Graaf është një dëshmi e kësaj autonomie. Letra është pjesë e dosjes personale të autorit, edhe vetë files, dosjet, është një referencë ironike e një Shqipërie që vjen nga një kohë dosjesh, ndërkohë që këtu dosjet janë tëra të hapura për publikun. Ai e ka vendosur aty, s'ka as redaktim, s'ka as censur, dhe po të ishte një botim propagandistik apo i kontrolluar politikisht, ky tekst nuk do mbete aty mbase. Unë as nuk e kam parë dhe as nuk më ka ardhur, as më ka shkuar mendja ta kërkoj, ta shoh përpara librin se sa të botoj. Dhe çfarë na thot në të vërtetë letra e René de Graafit është se spari duhet njohur autori. Ai nuk është vetëm një arkitekt i njohur ndërkombëtarisht, është autor librash dhe esesh mbi marrëdhënien mes arkitekturës, pushtetit, kapitalit, politikës. Ka një stil botërisht të njohur, ironik, satirik, paradoksal, hiperbolik, mjete që ai përdor në punën e tij, po nuk janë deklarata politike lineare. Dhe ai shkruan po kështu në një mënyrë për Londrën, Dubai, në Rusinë, Bashkimin Sovjetik, Bashkimin Evropian, Kinën, njeri i lirë. Dhe edhe një herë e gjithë kjo kthehet në një nga shumë tekstet e akuzës inkuizicionale që po më bëhet mua nga gjithë farë lloj personazhesh